Përshëndetje miq të emisionit tonë. Njëherë, një mik imi nga Kalaja e Dodës, që para 3-4 ditësh kishte sjell zonjën e tij këtu, me plagë të shumta në gojë, në gjuhë dhe në buzë, mbasi mori mjekimin, më merr në telefon dhe filloi. Ore maskara, po çfarë të bërë? Po çat kam bërë? Po pse ma bëre këtë të keqen? Unë në të vërtetë sinqerisht u preva, se mendova ndoshta pak produkte që unë i dhasha asaj, ndoshta i kishin bërë alergji dhe ndoshta ajo kishte përfunduar në spital dhe më ngeli goja, çfarë ndodhi? Po ç'të bëra, po pse ma bëre këtë gjë? Orë ta kam sjell djathin më të mirë nga Kalaja e Dodës dhe më bëre mua këto të këqija, më thonë. Po ç'a ndodhi, më çfarë? Po të mashëroje gruan, po jo për 3 ditë, more se i ka ardhur goja dhe si pushon dha 24 orë, tha bën edhe flet edhe ato për ato ditë që ka qenë e smur. Atëherë unë e kuptova, qesha dhe i thash, po vetë më the, aman mashëro gruan sa më shpejt. Edhe unë i thash, për aftën e gojës, ato që kisha më të mirat, ju a dhash juve. Pra, bëj fjalë për një zonjë e cila kishte plagë të shumta në hapësirat midis mukozës së brendshme të gojës dhe gjuhës, buzëve dhe ato plagët e saj sikur kishin dalë deri në sipërfaqen e jashtme. Pra, bëj fjalë për aftën e gojës ose afthave e orales. Këto plagë të vogla, të dhimbshme, që hera herës marrin një formë eliptike, të gropëzuara në mes dhe me ngjyrë të bardhë në të verdhë, dhe anash ato pësojnë një skuqe e cila formon një rreth të kuq, hera herës ndoshta edhe të errët. Këto janë pikërisht aftat, pra një plagë midis buzës ose gjuhës, buzës dhe mukozës së dhëmbëve, me ngjyrë të bardhë ose të verdhë të errët, ndërsa rreth e përqark, kjo gropa mbulohet nga një vijë e kuqurente dhe e errët. Mundet që këto plagë të mos jenë vetëm në këto vende, por edhe në vendet, pra në pjesën e mukozës të faqes së brendshme, ku takohen dhëmbët që mbyllen ose dhe dhëmballët, dhe nga njëherë kur neve mund ta kafshojmë pa dashur këtë mukozën e gojës nga brenda. Pra, në hapësirat midis mukozës buzë, dhëmbë, buzë, gjuhë dhe në faqet e brendshme aty ku mund të kafshojmë pa dashur. Cilat janë simptomat kryesore? Plagë me diametër 2.5 deri në 5 mm janë të gropëzuara në mukozën e gojës, kanë ngjyrë pjesa si e gropëzuar, ngjyrë të bardhë në të verdhë, dhe anash e saj e kuqe, forma rrethore ose elipse. Ngjyra mund të shkojë deri në një vishnje të errët. Simptom tjetër, vështirësi në të ngrënë ose në të folur. Pra, njeriu nuk e artikulon dot, nuk e lëviz dot gjuhën, nuk ushqehet dot dhe sidomos është një ndjeshmëri e tepruar ose e theksuar ndaj ushqimeve të kripura ose ushqimet acide. Dhe pikërisht kripa dhe acidi janë 2 nga produktet të acidi uthullat për shembull, ose këto acidet e turshive, të cilat irritojnë, gryejnë dhe ndikojnë në përhapjen e këtyre gropëzimeve në mukozë. Cilët janë shkaktarët që ndikojnë në shfaqjen e aftës së gojës? Faktorë të brendshëm. Kemi të bëjmë me problemet gastrointestinale, sidomos këto që shumë njerëz që shfaqin refluks, gromësima, të tharta, avuj të tharët në gojë, persona që kanë zorrën e irrituar, persona që preken shpesh nga këto infeksionet virale që kapin, si thua, gojën, faringun, nazofaringun e kështu me radhë, sëmundjet inflamatore si lupusi, janë edhe bacile të cilat e çajin, e hapin atë, e plasaritin atë pjesën fundore të arteriolave dhe të venulave. Pra, enët e gjakut në pjesën periferike, si thuash, çahen, plasariten dhe këto bën shkas për të formuar këto plagët e brendshme, siç është kjo simptoma e sëmundjes me xhet. Shfaqet ose
çrregullimet të një ankthi të fortë, çrregullimet emocionale, një ankthi fort, një stres i fort, mundet të shkaktohen nga çrregullimet hormonale, sidomos këto prishja, si thuash, e balancës së hormoneve femërore, por mundet të na shfaqen edhe nga mungesa e vitaminave B1, B6, B12, ky acidi folik për vitamina B8. Faktor të jashtëm mund të jenë, për shembull, këto traumat lokale, domethënë goditjet, kafshimet e faqes nga brenda, sidomos kur pjesa e mukozës së brendshme është e ngacmuar, si të themi, nga ndonjë produkt që ka veti rrudhëse të forta, ka tanine të forta, siç mund të themi kafshimi ndonjë hurme të papjekur të mirë, ose teli ortodontik, pra ka plot fëmijë të cilët për të drejtuar dhëmbët dhe dhëmballët vendosin këtë telin, dhe ky ndoshta pa dashur mund të bëjë që të kafshohet kjo pjesa e brendshme e mukozës të faqeve të brendshme, ose kur përdorim pasta dhëmbësh, të cilat ne na kënaqin se gjasme bëjnë atë shkumën dhe themi ne sa mirë lan kjo, por kjo pastë dhëmbësh që përmban pra këtë sodium laurel sulfate SLS, mundet që të më dëmtoj mukozën e brendshme të gojës, ma hollon atë, si thuash, e gryen, dhe ky mund të më çojë në një puçër, në një plag në gojë, në, le të themi, në krijimin e këtyre aftave, dhe mandej pastaj ato produktet ushqimore mund t'i ngacmojnë. Ose ushqimet pikante, për shembull, ushqimet që janë shumë acide, pra turshite ndryshme, konservantet e ndryshme, kafja që mund të përdorim neve, alkooli e të tjera, pra kafeina, si thuash, e tepruar, mundet të na çojë në shfaqjen e aftës së gojës. Por njëkohësisht mund të kemi edhe faktorë infektiv dhe alergjik. Për shembull, një alergji ndaj ushqimeve mund të më shkaktojë një irritim të brendshëm, ose ndonjë medikament farmaceutik që mund të shkaktojë këtë, por njëkohësisht tek afta e gojës ndikojnë edhe konservantët e ndryshëm të disa produkteve ushqimore, kryesisht tek këto lëngjet e frutave, që ato të ruajnë ngjyrën, të mos fermentohen e kështu me radhë, të kenë jetëgjatësi e tjera. Dhe njëkohësisht në krijimin e aftës së gojës luan një rol të rëndësishme edhe kjo trashëgimia gjenetike, pra faktorët trashëgues.